Edi Rama, Lubi Balluku, a e dini që ka najtë 4 orë në zyra ta, në gjendje shoku, kolapsi. Dhe ajo i thot, si a fare dorëheqje, thot. Se kam zbatuar vetëm porosit tua. Edhe ati i ka thënë, mos më shifë për grua. Vesh robat e burrit, se ajo në fakt e kuptoni vetë, sot ka 50 vjetorin e ekzekutimit gjyshit vetë, i cili ishte një serial killer. Po të lexoni për Beqir Ballukun, serial killer ka qenë. Po, absolutisht. Edhe ka vra intelektual Tiranas, para 17 nëndorit e mrapa e këto, a ishte një serial killer. Por ato e çështje të tyre. Ne nga do që ta mendosh, sa do që ta mendosh, nga do që ti japish, në rast se donë që ti jesh i drejtë, në rast se donë të thuash të vërtetën, afere e tunelit Llogaras është afere e Edi Ramës para zgjithash. Ndaj dhe demokratët, atë që i bën Erion Velis, atë fat do i rezervojnë Edi Ramës. Nuk ka si kod moral, asë një gjë tjetër. O ai largohet, ose është fundi opozitës. T'jemi të sinqertë. Unë kam shumë besim. Tek guximi, kam besim. Tek trimëria, tek vendosmëria e demokratëve, e opozitarëve, e qytetarëve. Tani e kanë lakuriq. Narkosin. Tani s'ka ma iluzione. Zjerë thot, ja të pare s'ka pare, por ai që thot pare s'ka marrë, ai gënjen. Por ama ka ndërshmëri, thot që e ka bërë amate. E shkruan disa herë, po mos e shkruaj, pse ai do na sjarojnë, jo, ne e kemi qartë vetë. Të dashur deputetë dhe deputetë. Sot, apo dje më mirë, u publikua raporti i Komisionit Evropian. Unë duhet përshëndes të gjithë ata zyrtarë për përgjegjësinë që kanë treguar në shkrimin e atij raporti. Në fakt, raporti ka të gjitha tezat tona, përveç njerës, për cilën do punojmë shumë që ta realizojmë, mbi gjendjen në Shqipëri. Raporti Komisionit Evropian për Shqipërinë thot se problemi madhor i Shqipërisë është mënyra se si qeveria i përdor institucionet për përfitime politike dhe ekonomike. Ky raport është një akt akuzë ndaj qeverisës aktuale ku theksohet se zgjedhjet janë të deformuara. Ndonë se Komisioni Evropian nuk është një institucion i specializuar për zgjedhjet, por ai merr të mirëfillt atë çka institucionet e besimit mirë të bona fide shkruajnë dhe thotë se zgjedhjet ishin të deformuara. Thotë se korrupsioni lulëzon. Thotë se kontrolli parlamentar mbi qeverisjen ka degraduar. Thotë se sistemi gjyqësor është në kolaps. Thotë se krimi organizuar është tehet i fuqishëm. Thotë se media është tmerrsisht e kontrolluar, apo e kontrolluar dhe e sulmuar. Thotë se administrata është e politizuar.
dhe fondet publike keq menaxhohen. I kanë bërë një radiografi të pa mëshirë narkoregjimit të Edi Ramës. Unë e di, se në njeri mund më thot, po ja thot, ambasadori foli për shkëlqim, tjerë në komision thanë të njëjtën gjë. Unë ju garantoj ju të dashur deputet dhe të nderuar qytetarë se në asnjë rresht, në asnjë fjalë. Nuk përdoret fjala shkëlqim, nuk përdoret fjala jashtëzakonshëm, nuk përdoret fjala outstanding. Asnjë nga këta cilësor nuk ekziston në raportin e Komisionit Evropian, që të gjitha janë shpikje pasionante të individëve të caktuar që kërkojnë të dizinformojnë ju, të fshehin të vërtetat që përmban raporti. Ky është raporti. Nuk thot kund se progresi shkëlqyer. Në asnjë rresht. Nuk thot në asnjë rresht outstanding. Extraordinary, jashtëzakonshëm. Jo. Këto mungojnë krejtësisht raport, prandaj mos dëgjoni. Se këto deklarata i shëmbëdhejnë deklaratave Donald Luce që thoshte në kulmet e kanabizimit të vendit, përgëzoi policinë për sukses e jashtëzakonshëm në luftën kundër drogës. Të dalësh e të thuash shqiptarëve atë që nuk thot raporti, nuk është kjo ajo që presin shqiptarët. Raporti thot se demokracia nis me zgjedhjet, siç është e vërteta. Zgjedhjet janë të manipuluara dhe jo të lira. Komisioni thekson, po citoj si më poshtë, mungesë të fushës lojës të barabartë. Pra, si Shën Thomaj, e ka vu gishtin aty ku prova është absolute. Tek barazia e lojës. Thot se u keqpërdoren burimet publike. Pra, thot se shteti dhe partia u sollën një me këtë deklaratë. Me në kuptim, falni. Dhe se nuk janë zbatuar rekomandimet e OSBE Odirit dhe Komisionit Venecias. Pra, nuk ka shkëlqim. Qytetarë dhe qytetare ju ftoj të lexoni raportin. Ky raport ka denoncuar degradimin e kontrollit parlamentar mbi qeverisjen. Raporti nënvizon, po citoj, parlamenti ka mbikëqyrje të kufizuar ndaj ekzekutivit. Kjo është e vërteta. Polarizimi politik dhe mungesa e dialogu dëmtojnë procesin parlamentar. Kjo është e vërtetë. Vendimet e gjykatës kushtetuese nuk zbatohen. E ka gjujtur me top. Nuk ka shtet ligjor pas zbatim të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ja ku janë? Edi Rama dje mburrej. Pasi nxori djallin nga dera, ju kthye nga dritarja, kërkonte të na binte se përshëndeste vendimin e gjykatës kushtetuese. Po nëse ti përshëndet vendimin e gjykatës kushtetuese, o hipokrit, po për hiret e Olga Gjashkës, Olta Gjashkës e bën të paqen gjykatën. Apo ke aksione në pronat që ka grabitur i shoqës së saj. Bashkë me Olsin. Ja pra,
ngrihet thot se dje thot tregoj gjykata pavarësinë. Po gjykata ka treguar pavarësinë edhe në rastin e Olta Xhashkës. Po prandaj e shkruajtu këtu raport. Që nuk zbaton vendimet e gjykatës kushtetuese. Dhe ky është akt tmerrsisht i rëndë. Çfarë ka këtu për shkëlqim, ty pyesim ata që na thonë shkëlqim? Se shkëlqim ky është ndryshk. Prandaj qytetar shqiptar, lexoni raportin, mos u besoni deklaratave me origjinë optuze.